i fryn investimet, prej 6.3 milion euro në kam dhe kontratën këto, që është lidhë, prej 6.3 milion euro, kë fryn e ban mbi 12 milion euro. Kë është abuzim, kë është manipulim me qytetarë. Si vjen në orë të punës, ju thetë kabinetit që ka përmi 12, postojnë një të pavërtet. E postojnë edhe i ka një 15 vetë që e shpërndojnë gjithë. Kështu që dhe ta kuptojnë qytetari shtimës që kryetari Aleu pi drejtohet, ma shumë mirët me propagandë, se që ka kryu ndoj punë të hojnë. Tani zoti Ramusa do ta ketë mundësi zoti Aleu. Ti përgjigjeni zoti Ramusa mbi akuzat e tij. Mund se peshifni që përveç i mungon informacioni bazë është edhe i frustrum, sepse ka mëkate bashkë me shokët e vet që e kanë mojt peng zhvillimin për 2 dekada. Ka mëkate sepse ka dalë keq, sepse për 4 vite ka bloku çdo punë të mirë në asamblenë komunale edhe nuk ka asnjë vizion. Edhe tashti shikon me kriju konfuzion. Qytetarët e komunës Shtimës se njohin shumë mirë kush është ky zotnia, edhe shokët e tij edhe ja njohin, edhe domët që kanë bë qytetarit Shtimës edhe zhvillimit edhe ngecës zhvillim, po edhe na i njeh edhe punët e mira që jemi tu e bë edhe transformimin që po ndo. Sa i përket indit special, pse e çon ky zotëria një letër, domethënë që ky është fakt. Po është argumenti yt është ja kom sqaru qytetarët e komunës Shtimës. S'ke sqaru kur gjë. Indi special i cilin e kanë hol në sy, sepse këta kanë dhënë publikisht kanë thonë që aty as ndërkombëtar se lejojnë kundër kandidatit para 4 vite, më thonë lejohet edhe ka me bu edhe jam të e bu. Është në 2 faza zoti Sadiku. Faza e parë kushton rreth 6.3 milion euro që është tu implementu. Është edhe faza e dytë që në total e kalon 12 milion, që nuk ja kom sqaru, po këta kanë qef me kriju që çfarë konfuzionesh, sepse ju dhem. Amo qytetarët e komunës Shtimës e çmojnë, ai është projekti më i rëndësishëm që e kam vlerësuar. Dhe në 2021 kur jam zotu, po sidomos tash që po ndërtohet edhe mrena 2 viteve aty do të dislokohet indi special, edhe në vendin ku është indi special do të bëhet një park brillant për krejt qytetarët e komunës Shtimës. Është edhe diçka tjetër, deshta me një 2-3 herë e kanë thonë një propagandë që kjo tregon që edhe është goditje në brez, edhe as ka logjike dhe tregon ignorancën e tyre. Kanë thënë që ka ardhur një projekt 300 milion euro në investitor në komunën e Shtimës, edhe